Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 40 vjeçe dhe nuk kam hequr asnjë lek më njanë. Ndonjëherë mendoj se jeta ime është si një kuti bosh që pret të mbushet, por unë gjithmonë kam ardhur me duar të zëna dhe prap kam dalë bosh. Unë jam Arta, 40 vjeçe nga një qytet i vogël në jug, që në moshën 18 vjeçare punoj pa pushim. Zgjim herët, 2 punë, kurse profesionale, gjithçka që mund të bëja për të ecur përpara. Por sot, kur shikoj llogarinë time bankare, më kap një boshllëk i hidhur. Nuk kam hequr me njanë asnjë lek. Zero. Nuk është se nuk kam punuar, thjesht jeta më ka konsumuar më shumë se sa kam fituar. Në rini isha vajza që i premtonte vetes shumë. Do kursej, do blej një apartament, do kem një jetë të sigurt. Pastaj filluan pagesat e qeras, ndihmat për prindrit, shpenzimet e papritura, ilaçet e babait. Pastaj kriza ekonomike, rritja e çmimeve. Unë gjithmonë e gjeja veten duke thënë, do kursej muajin tjetër. Muajt u bën vite, vitet u bën jetë. Në moshën 26 vjeçare erdha në Tiranë me ëndrrën se do gjeja punën më të mirë të mundshme. Gjeta punë, por edhe qeran nuk mund ta pagoja me ato lek. Rroga ikte vetëm për të mbijetuar. Mbaj mend ditën që ula me një cop letër duke llogaritur. Po të kursej 20.000 lek në muaj, në një vit do të bëjnë kaq. Dhe në fakt nuk bënin asgjë. Kaq pak sa më vinte për të qeshur nga dëshpërimi. Në moshën 30 vjeçare bëra një lidhje që mendova se do më ndryshonte jetën. Ishte mashkulli që fliste shumë për të ardhmen, por në fakt jetonte me lekët e të tjerëve. Sa po ndaheshim, më linte fatura të papaguara, detyrime, borxhe të vogla që duhet i mbyllja që të mos turpërohesha në lagje. Një vit lidhje dhe kursimet e mia, ato pak që kisha zhdukeshin. Dhe a e dini cila ishte fjalia e tij e fundit? Ti je më e fortë se unë, ti doja dalësh. Po, ja dola, por me xhepin bosh. Nga 28 deri 40 vjeç kam ndëruar 5 punë. Në 2 prej tyre kam punuar pas sigurime të plota. Pronari më thoshte, e rregullojmë muajin tjetër. Dhe nuk e rregullonim kurrë. Në vend që të luftoja, fillova të heshtja, sepse më duhej puna, sepse kisha frikë të mos mbetesha pa asgjë. Një ditë kur mbusha 40 vjeç, u ula me një filxhan kafe dhe hapa bllokun tim të vjetër. Shkrova në faqe të parë. Çfarë kam arritur deri tani? Lista ishte shkurtër. Shtëpi nuk kam, makinë nuk kam, kursime s'kam, investime jo. Një ditë qetë pas stres as këtë nuk e kam. Pastaj shkrova, çfarë kam bërë gjithë këto vite? Dhe përgjigja ishte e thjeshtë. Kam jetuar duke mbajtur të tjerët, por askush nuk më ka mbajtur mua. Tani jam e pjekur, nuk e fejsoj fort rinin time, as gabimet e mia, por e di që nuk dua të mbyll syt dhe t'i them vetes, ky ishte fati im. Jo, kam ende kohë, edhe pse s'kam kursyer asgjë deri më sot, mund të filloj tani. Edhe pse jam 40 vjeçe, nuk jam e zhdukur. Kam akoma mundësi të ndërtoj diçka për veten. Ndoshta nuk do arrit të bëhem e pasur, por dua të mos jem ajo vajza që punon gjithë jetën dhe nuk ka një cop sigurie. Dua të mos trembem për të nesërmen.